keni nënshkruar për shkarkimin e zotrit Abdi Xhikut? Besoj që dhe atë do ta diskutojmë. Ka dash me u shkarku, po na nuk e kemi leju me shkarku. Jo, s'ka shkarkim të Abdi Xhikut. A keni nënshkruar për shkarkimin e zotrit Abdi Xhikut? Jo, absolutisht. A do të nënshkruani? Jo. Besoj që përgjegjësia duhet të merret nga të gjitha palët dhe degët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe besoj që nuk është e mjaftueshme vetëm angazhimi dhe përgjegjësia e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. A do të diskutuat në mbledhjen e sotme të kryesisë që është gajë? Ne kemi rendin e ditës, besoj që të gjithë e keni pa, dhe do të diskutojmë për çështjen e rezultatit të zgjedhjeve, do të diskutojmë gjithsesi edhe për çështjet të cilat lidhen në formimin e institucioneve të Republikës Kosovës, si dhe natyrisht do të diskutojmë edhe për shumë çështje të tjera të cilat kanë të bëjnë me partinë tonë në përgjithësi. Do të nuk e përjashtoni mundësinë që të diskutoni edhe për këtë çështje? Në rendin e ditës nuk e kemi, por gjithsesi pika e rendit të ditës e fundit është ndryshme dhe besoj që dhe atë do ta diskutojmë. Përshëndetje, zotri Azemi, a keni nënshkruar për shkarkimin e Abdi Xhikut? Jo, s'ka shkarkim të Abdi Xhikut, as kërkojna. A keni Mbajmë takimin e kryesisë. Kena me diskutuar për rezultatin e fundit, edhe tema tjera nëse ka diçka, po jo. Ismail, a mundemi me ta parashtoni një pyetje? Po të lutem. A keni nënshkruar për shkarkimin e zotrit Abdi Xhikut? Por na? A keni nënshkruar për shkarkimin e zotrit Abdi Xhikut? Jo. A keni me diskutuar sot në mbledhjen e kryesisë për shkarkimin e zotrit Abdi Xhikut? Nuk ka shtemë kjo. Nuk ka shtemë. Unë mendoj që zoti Abdi Xhiku me 31 janar ka dash me u shkarku, po na nuk e kemi leju me shkarku. Nuk ka shtemë kjo, faleminderit. Nënshkrimeve për shkarkimin e kryetarit Abdi Xhikut? Janë pikat e rendit ditës, do të diskutojmë temat pas procedurës zgjedhore. S'ka nënshkrime.